Kështjella e Argjiros po frekuentohet çdo ditë më shumë nga turistë vendas, por kryesisht ata të huaj, duke e kthyer kështu këtë monument në një prej atraksioneve më të vizitueshme të momentit. Muaji prill ka sjellë më tepër fluks turistësh në Kalane e Gjirokastrës. Vizitorë të huaj nga vende të ndryshme të botës kanë parë nga afër bukuritë dhe vlerat që ky monument mbart. Pjesa më e madhe e tyre janë grupe që vinë për herë të parë dhe shprehin emocionet e tyre sapo futen brenda kalas madhështore. Unë jam nga Amazona dhe është hera ime e parë që vi në Shqipëri. Është shumë bukur. Gjithashtu dhe kjo kështjellë është e mrekullueshme me arkitekturën e saj dhe historinë. Do ta rekomandoj te miqtë e mi që duhet të vinë, ta vizitojnë. Vim nga Amerika dhe planifikuam që t'i kalonim pushimet këtu, po vizitojmë arkitekturën e veçantë të këtij qyteti. Kalaja është shumë e bukur dhe po na pëlqen çdo gjë që po vizitojmë brenda saj. Yeah, very nice. Kalaja e Gjirokastrës është një ndër ato monumente që ka vlera shumë të mëdha historike dhe mjaft të vlefshme për historinë e qytetërimit dhe të Shqipërisë.